Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse hani bukë të zezë, bëni mirë ta dëgjoni këtë lajm para se të jetë vonë për ju. Buka mund të jetë i njëjti produkt i zakonshëm, por sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të mbajë vendin e parë në listën e ushqimeve më të konsumuara në botë. Ajo daton që në kohët e Egjiptit të lashtë duke u kthyer në një produkt vërtet të vjetër sa u përket historisë së kuzhinës. Edhe pse llojet e bukës nga të cilat mund të përzjedhin janë të shumta, ato që asin më shpesh janë buka e bardhë dhe buka e zezë. Sigurisht që të dyja përgatiten nga gruri, por ka disa ndryshime thelbësore që lidhen me vlera shëndetësore të cilat ato i përmbajnë. Një bashkëpunim me ekspertë të cilët kanë eksperimentuar në traditën e përgatitjes së bukës, rendisim arsye pse duhet të zgjidhni gjithmonë bukën e zezë. Gjithçka lidhet edhe me përpunimin e miellit. Ka ndryshime kryesore te lloji i miellit që përdoren në përgatitjen e tyre, mënyra se si është përpunuar dhe sa e shëndetshme është. Mielli i të dyja llojeve të bukës sigurisht që vjen nga i njëjti dridh, por te buka e zezë mielli përmban të gjitha pjesët e grurit, lëkurën bashkë me farën, ndërsa te buka e bardhë përdoret vetëm një pjesë që përmban nisë shtep. Ekspertët pohojnë nëse procesi i përpunimit të miellit ndikon pikërisht në zhveshjen e tij nga vlerat ushqyese që ka për organizmin. Ndaj, edhe buka e zezë përbën edhe nga fibra, vitamina B6, vitamina E, magnezi, hekuri, zinku dhe acidi folik. Buka e zezë, duke qenë se është e pasur me fibra, gjithashtu është e pasur me prebiotik, pra ndihmon edhe në sistemin tuaj tretës. Për të fituar vlerat e një fete të vetme nga buka e zezë, do ju duhet të konsumoni 8 të tilla nga buka e bardhë. Sipas një studimi të publikuar në revistën mjekësore britanike, rezulton se buka e zezë është e duhur për të gjitha ata persona që vuajnë nga diabeti tipi 2. Kjo falë faktit që indeksi glicemis të kjo lloj buke është më i ulët se te buka e bardhë, dhe kështu sheqeri në gjak nuk pëson rritje të menjëhershme. Nga ana tjetër, Cleveland Clinic pohon se karbohidratet komplekse që gjenden te buka e zezë stimulojnë prodhimin e serotoninës, duke përmirësuar kështu humorin tuaj. Kjo lloj buke mbron trupin edhe nga shfaqjet e problemeve të zemrës, duke qenë se ajo ndihmon në uljen e kolesterolit të keq. Për më tepër, kjo bukë ju ndihmon që të keni lëkurë dhe flokë të shëndetshëm. Mund të duket e çuditshme, por është e vërtetë. Buka e zezë është e pasur me vitamina B dhe proteina. Të dyja këto përbërës ndihmojnë në mbrojtjen e strukturës së qelizave të reja në lëkurë dhe në flokun tuaj. Nëse doni që të humbisni kilograme të tepërt, atëherë duhet të konsumoni bukën e zezë, duke qenë se në sasi të vogël ajo ju mban më gjatë të ngopur dhe kërkon më shumë energji për t'u tretur. Nëse nuk jeni të sigurt për sasinë, ekspertët rekomandojnë se buka duhet të përbëjë të paktën jo më shumë se 50% të produkteve të një regjimi ushqimor të balancuar. Mjafton të konsumoni 2 feta me bukë të zezë në ditë dhe do të siguroni një shëndet të fortë. Kjo, edhe nga të gjitha vlerat e lartë përmendura, bëheni bukën e zezë me drithra të plota dhe shumë herë më të shëndetshme se buka e bardhë, rezultatet do të jenë fantastike në mbrojtjen e organizmit tuaj. Ndaj edhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë në konsumin e saj si një zgjidhje mjaft të mirë për mbrojtjen e shëndetit. Buka mund të jetë një produkt i zakonshëm, por sipas raportit global të industrisë së bukës, vazhdon të konsumohet në norma tepër të larta. Edhe pse llojet e bukës nga të cilat mund të përzihni janë të shumta, por më të hasurat janë buka e bardhë dhe buka e zezë. Sigurisht, ekspertët tregojnë se mënyra se si e shtoni në dietën tuaj dhe me çfarë e shoqëroni do të përbëjë edhe ndikimin në ushqyerjen tuaj. Ndërsa nuk ka një ndryshim të madh në kalori, ka një ndryshim të madh në lëndë ushqyese kur flasim për bukën e bardhë dhe atë të zezë. Buka e zezë padyshim ka më shumë lëndë ushqyese se sa buka e bardhë. Buka e zezë bëhet nga mjedhi i grurit të plotë dhe nuk është e përpunuar për të hequr tulin dhe embrionin. Është gjithashtu shumë ushqyese sepse përmban shumë fibra dhe lëndë ushqyese se sa buka e bardhë. Gjithashtu buka e zezë është e pasur me fibra dhe përmban më shumë vitaminë B6, vitaminën E, magnez, acid folik, mangan, zink dhe bakër. Buka e zezë është e sigurt, më e shëndetshme dhe ushqyese dhe me pak kalori.
Vlerat ushqyese të bukës së zezë veçanërisht të përshtatshme për të rritur dhe njerëzit që janë fokusuar në humbjen e peshës. Buka e bardhë bëhet nga mjedhi rafinuar i grurit që përpunohet për të hequr tulin dhe embrionet. Përmban mjell gruri që është zbardhur me substanca kimike për të bërë ndryshimin e bukës më të lehtë. Nisë shteja e rafinuar i shtohet edhe bukës së bardhë. Krahasuar me bukën e zezë, ajo ka gjithashtu më pak fibra. Buka është përdorur gjithashtu edhe në kombinimin e ushqimeve tuaja për t'i ndryshuar shijen. Një fet bukë normale konsiderohet si një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën, ndaj kujdesuni që buka të jetë nga drithi i plotë. Po ashtu racioni ditor i bukës dhe drithrave është në varësi të moshës, gjinisë dhe aktivitetit fizik. Racioni i drithrave përbën bukën dhe çdo lloj drithi tjetër që konsumoni. Ekspertët thonë se te të dhënat e grumbulluara, gratë nga 19 deri në 50 vjeç duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Gratë mbi 50 vjeç duhet të konsumojnë 5 racione drithi në ditë, ndërsa burrat nga 19 në 30 vjeç kanë nevojë për 8 racione drithi në ditë, ndërsa ata nga 31 në 50 vjeç kanë nevojë për 7 racione. Burrat mbi të 50-ta duhet të konsumojnë 6 racione drithi në ditë. Fëmijët dhe adoleshentët kanë nevojë për më pak racione drithi në ditë për të marrë gjithashtu vetëm përfitimet e organizmit tuaj. Të dhënat e Eurostat tregojnë se shpenzimet e shqiptarëve për bukë dhe dritha janë shumë të larta në raport me të ardhurat e tyre. Sipas këtyre të dhënave, këto shpenzime janë të larta krahasuar kështu me vendet e tjera të Europës. Buka është kryesore në çdo njeri dhe në çdo vend, aq më tepër kur në çdo vakt na vjen natyrshëm të themi, le të ham bukë. Siç thot populli, gjella me krip dhe kripa me karar, ndaj kur vjen fjala te konsumi bukës, edhe ai duhet të ketë një kufi. Çdo drith tjetër duhet të mbulojë gjithashtu edhe nevojat tuaja të bukës. Por cili është racioni i nevojshëm ditor i drithrave dhe sa feta buke janë nëse të nevojshme për të ushtuar në dietën tuaj? Një fet buke normale konsiderohet një racion, por jo çdo fet është e njëjtë me tjetrën. Sipas të dhënave, drithrat e plota por jo të përpunuara janë më të pasur me ushqyes. Ekspertët këshillojnë se gjysma e bukës që konsumoni çdo ditë duhet të jetë e përgatitur në drithra të plota. Në varësi të drithit të përdorur, buka ofron vitamina të grupit B, minerale dhe fibra. Vitamina B rregullojnë metabolizmin dhe ndihmojnë sistemin nervor. Fibra është e nevojshme për tretje, ndërkohë që mineralet janë të domosdoshme për sistemin imunitar dhe nivelet e oksigjenit në gjak. Ndaj buka duhet të jap edhe rezultate mjaft të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ekzistojnë lloje dhe shije të ndryshme të bukës, por shpesh marrim mesazhin nga pikpamja ushqyese, buka është shumë e keqe. Ka ditë të tëra që qëndrojmë të shmangim edhe konsumin e saj, duke vënë në vështirësi persona mbi të gjitha që i preferojnë ato. Por a është e nevojshme kjo? Ekspertët japin përgjigje. Disa besojnë se buka duhet të shmanget plotësisht, por duhet të dini se buka është krejtësisht e pavlerë. Ajo përmban edhe vlera të shumta ushqyese. Buka mund të jetë një dietë me regjim ushqimor të ekuilibruar dhe duhet të dini se karbohidratet janë gjithashtu vendimtare për shëndetin e mirë. Drithrat, të cilat mund të gjendet te buka, mund të parandalojnë diabetin e tipit 2, sëmundjet kardiovaskulare, problemet e zorrës, pankreasit dhe stomakut. Trupi juaj ka nevojë për karbohidrate në mënyrë që të funksionojë si duhet, por ato janë edhe ushqim për trurin. Nëse vini re sa herë që konsumoni karbohidrate, mund të ndjeni të plogësh dhe thjesht të mos keni edhe shumë energji. Nëse jeni duke kërkuar për bukën më të shëndetshme, ka shumë faktorë që duhet të merren parasysh, si lloji që blini dhe çfarë shoqëroni dhe sa të ekuilibruara do të jenë marrëdhëniet tuaja me të. Por gjithashtu ekspertët tregojnë të mos e egzagjeroni me bukën dhe ta konsumoni brenda normës, kryesisht edhe ata të zezë për të marrë vlerat më të larta në dobi të mbrojtjes së shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.